Për thurin në fakt dëshira ime personale në fakt ishte më shumë për komunitetin e adhurimit, për drejtuesit e adhurimit, duke ndjerë nevojën që ne nuk kemi një komunitet të mirëfillt, dhe kisha vite që Zoti ma kishte vendosur në zemër për të bërë diçka për këtë. Edhe nga bisedat me miq si Aureli dhe Bjorni, ishte shumë e natyrshme që kishte shumë nga ne që kërkonin të njëjtën gjë, por nuk është se kishim folur për hapa specifik ose për detaje të tilla. Dhe gjatë 2 viteve të fundit, Zoti ka qenë duke na afruar më shumë bashkë në miqësi, edhe ka lindur krejt natyrshëm dëshira duke qenë dhe krijues që shkruajmë këngë të reja. Kjo ishte një nga gjërat që na ka bashkuar, por përveç kësaj edhe dëshira për komunitet na ka bërë bashkë, kështu që kjo ka qenë në zemrat e gjithë secilit nga ne në momente të ndryshme, derisa u takuam të gjithë së bashku edhe nisi kjo nismë që quhet thur sot. Do thëja mënyra kryesore se si Perëndia ka përdorur thurin në jetën e individëve, por edhe të komunitetit së bashku, është zhvillimi i një aftësie që nuk ka pasur mundësinë për të zhvilluar më përpara. Të gjithë ata që kanë qenë pjesë e retreatit parë thur, kanë qenë persona që kanë krijuar, por kanë krijuar veçmas, dhe ndoshta për herë të parë po u jepej mundësia për të krijuar së bashku me njerëz tjerë, njerëz që në retreatin ton shumica nuk njiheshin me njëri tjetrin, edhe ishte një eksperiencë shumë e bukur se si mund të lejonim shpirtin e shenjtë na bënte në kaq në unitet saqë nga njerëz të panjohur mund të dilte një këngë kaq e bukur, një krijim kaq i bukur që lavdronte Zotin. Ajo që mund të shtoj në këtë pjesë është ajo fryma e unitetit që është ndier që në momentin e parë kur kemi qenë duke mikpritur njerëzit që po vinin në retreatin e parë, ishte një kohë, mendoj, nga ato pikat e larta të asaj kohe që kemi kaluar bashkë. Ishte një frymë për ulësie, një frymë dashurie, dhe kur natën e parë po ndanim ato këngët që kishim për të shkruar, ishte një përjetim shumë i bukur. Mendoj që kjo fryma që ka nisur aty ka qenë një nga gjërat që ka vazhduar, edhe kemi pasur shumë persona që kur janë bashkuar në fillim janë tashmë pjesë e rëndësishme e këtij grupi, siç janë ata që janë me ne sot këtu, siç po krijojnë këngë të reja, edhe po bëhen bashkë për të adhuruar Zotin, për drejtuar kohë adhurimi. Jo, është shumë inkurajim kur e shikon këtë lloj gjëje që po ndodh. Krishtlindja ime e parë nuk e mbaj mend, më thënë drejtën, sepse kam qenë shumë i vogël. Unë kam qenë në kishë që foshnjë dhe jam rritur duke festuar Krishtlindjen çdo vit. Por ajo që do thoja është që për mua ka qenë gjithmonë ose koha ime e preferuar, jo vetëm dita e Krishtlindjes, por ajo koha para përgatitjes, zbukurimi i pemës. Në familjen tonë ne bënim shumë dhurata që ishin më shumë për qeshur se sa dhurata vërtet të shtrenjta ose ku diun nga këto gjërat e bukura. Por gjithmonë ka qenë koha ime e preferuar, edhe sot vazhdon të jetë, kështu që nuk e mbaj mend të parën, por mbaj mend këtë të fundit dhe është shumë bukur. Krishtlindjet për mua, ndërsa rritesha, kanë qenë për familjen tonë kanë qenë të përqendruara rreth shërbesës, pra rreth komunitetit. Nuk mbaj mend kemi festuar ndonjëherë një Krishtlindje vetëm ne të katërt. Kemi qenë gjithmonë edhe darkën e Krishtlindjes e gjithë kisha së bashku, edhe për ne Krishtlindja theksonte kaq shumë këtë rëndësinë e komunitetit në jetën tonë. Pra nuk është një jetë e jetuar vetëm, por është një jetë e jetuar së bashku. E kam shijuar shumë në vitet e fundit sidomos, për shkak sepse kemi pasur mundësinë që ne që vinim nga tradita të ndryshme familjare, se çfarë bëhej për Krishtlindje, tashmë mund të krijonim traditat tona, patjetër duke mbajtur disa prej atyre që i kishim tashmë dhe duke shtuar të reja, apo ndonjëherë edhe duke provuar kush na pëlqente, kush nuk na pëlqente. Edhe ka qenë eksperiencë e bukur kjo e krijimit të traditave të reja për familjen tonë. Shpeshherë kur mendojmë për Krishtlindjen, mendojmë për këtë periudhën më të bukur të vitit, por përpara kësaj ditës kaq të bukur që neve festojmë, në fakt ishte një periudhë tërpritjeja.
ajo që neve sot festojmë si adventi. Edhe kjo periudha pritjes kishte shumë paqe, po kjo nuk do thotë që nuk kishte trazir në këtë periudhë. Nëse ne lexojmë të gjithë historinë se si Jezusi erdhi në jetë, nuk kishte paqe në këtë histori përveç se në zemrat e atyre cilët po e prisnin. Edhe doja t'inkurajoja që ndonjëherë ne ndihemi pak sikur të gjithë njerëzit janë në këtë gjendjen e festës edhe gëzimit, edhe ndonjëherë ndjejmë atë trishtimin për brenda nesh, edhe ndihemi sikur jemi ata që nuk si përkasin këtij grupi njerëzve që po feston. Po ndërkohë kjo është vetë Krishtlindja, që është periudha e pritjes, pra e pritjes për dritën. Kështu që është okay të jemi kudo që jemi në atë rrugtimin ton, edhe lajmi i mirë është që nuk kemi nevojë për të shkuar, po drita erdhi tek ne. Më pëlqen të gjitha këto prallat e vjetra me borbardhen, me e bukura dhe bisha, ose që janë këto me princesha, me princer. Më pëlqen ajo fjalia e fundit që thot dhe ata jetuan të lumtur për gjithmonë. Në kohët e sotme mendoj që nuk ndihemi kështu, sikur do jetojmë të lumtur për gjithmonë, por Krishtlindja në fakt është ajo historia mbi historitë që na mëson që për shkak të mrekullisë që ndodhi për Krishtlindjen, të Zotit që u bë njeri, kjo është e mundur. Mund të jetojmë të lumtur për gjithmonë me të kur ai të vi sërish, dhe ky është inkurajimi im për ju, që të mbani syt te kjo histori, te kjo mrekulli e jashtëzakonshme, dhe të besoni Perëndis për mrekullitë që ju keni nevojë në jetën tuaj, sepse janë të mundura, sepse Zoti u bë njeri. Kjo është mrekullia më e madhe që ka ndodhur dhe që do ndodhë njëherë.